Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë të takimit ndërmjet Bashkimit dhe PES. Takimi i cili ka shumë çka për të vendosur. Takimi i fundit për të dy ekipet në fazën e rregullt të këtij edicioni. Fituesi, nëse në rast Bashkimi fiton, do të jetë i vendosur në vendin e parë dhe kjo padyshim që është gjëja më e rëndësishme. Shumë edhe ndeshjet e xhiros së fundit, Proton Cable Prison e futi në siklet ekipin e Golden Eagle, rezultati 97-102, Trepça kam mposhtur Borën, jo dha aq lehtë ndonse, plotësisht e merituar 92 dhe 80 vjet, ndërkohë që Bashkimi dhe PEA ndeshet këtu dhe vllaznimi si kanë Prishtina është çifti i fundit. Edhe një herë ti kthehemi rradhitjes përfundimtare të tabelës. Trepça për momentin është në vend të parë me një ndeshje më shumë të zhvilluar, ndërkohë që nëse Bashkimi fiton do të kalojë në vendin e parë. Edhe një herë në formë grafike ju falenderoj tej mas e ekipit të Oksigjenit për këto slide apo grafika të punuara mjaft informative. Pamjet natyrisht vijnë nga salla në Prizren, Sezai Suroj, i cili është i mbushur. Të gjithë të pranishmit e dinë rëndësinë e kësaj ndeshjes. Padyshim që Bashkimi në këtë edicion, ndër edicionet e tyre më të mirë, ndër vitet të fundit, të shohim se çka apo a mund t'i konkretizoj këtë valë të mirë në këtë edicion. Një ekip mjaft konkurrues, ne po shohim edhe Gjoven McKinnis, i cili ka për emër këtu në Prizren, një ndër jo vetëm në Prizren, por në tërë ligën. Ndërkohë shohim edhe kryetarin e komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i pranishëm. Natyrisht ky i fundit i involvuar dashamiri i madh i basketbollit, ka bërë një ndihmës tej mas ekipit të vendas. Altin Morina, Fis Jashari, Max Smith, Dirk Williams, Valon Bunjako, Eric Cobbs, Besim Bydyqi, Wendell Green, Samir Zekici, Meriton Ismaili, Gjvarius McKinnis dhe Lejson Zeqiri është rosteri i plot i ekipit të Bashkimit në krye me kryetrajnerin Sasha Jankovic. Ja, shohim edhe formacionin e musafirëve. PEA vjen me Shëndrit Lapin, Arti Hajdari, Tulio da Silva, Marcus Towns, Daryl Marcel, Ron Ukaj, Amin Hot, Dardan Berishaj, Tristan Ipke, Benase Grisius, Blend Matoshi dhe Andi Ahmeti. Treshja e gjyqtarëve, nga Nim Shabani në mes është gjyqtari kryesor, Jepshaj që ka 3 minuta për të përgatitur të dy ekipe, i ndihmuar nga Artan Gashi dhe Genc Vitaku. Bashkimi vjen në këtë ndeshje pas fitores si musafir në Prishtinë, kundër Sigal Prishtinës, dhe ajo është shumë e rëndësishme për ta sjellur ekipin e Bashkimit në këtë pozicion ku është, që të vendos vetë se ku do të rendiset për fazën e dytë të play-offit, ndërkohë që Pejanët ishin poshtë nga Trepça me rezultate shumë të ngushtë, 73-78. Do të thonë edhe një herë që ky edicion si shumë në vitet të fundit ishte jashtëzakonisht i balancuar, ndonse fatkeqësisht mund të themi Proton Cable është ekipi vetëm i cili dështoi në këtë edicion për fakte shumë të ndryshme financiare, më së shumti, ndonse Bora, një ekip edhe pse në radhitin tabelare është e para fundi, po ka treguar një nivel jashtëzakonisht interesant apo të lartë të basketbollit. Është kompletuar vonë në sezon dhe është fatkeqësia e ekipit të dytë Prishtinas që reflektohet në radhitin tabelare të jetë në vendin e 7. Përndryshe vllazënimi PEA, Sigal Prishtina, Golden Eagle, Bashkimi dhe Trepça ishin ekipe që kanë konkuruar njëra tjetrën, kanë poshtur si në shtëpi, si në udhëtim dhe ja ku jemi. Padyshim që do të kemi një play-off nga zlyës. Pashet e para, Bashkimi vjen me Altin Morinën, Dirk Williams, Eric Cobbs, Wendell Green dhe Lejson Zeqiri. Një pashet që jemi mësuar të shohim tashmë në ekipin e Bashkimit, ndërkohë që Pejanët filloj me Marcus Towns, Daryl Marcel, Ron Ukaj, Amin Hot,
Dhe Benas e Grisiunas, ky I fundit në pozicionin e qendrës. Të dy ekipe me një roster dhe bank relativisht të thellë, të begatshme. Shem Sebastian Krastovec është kryetari I ekipit e Pajan dhe të dy ekipe zbarkuan dalë në parketin e Sezai Surojit për të na dhuruar 40 minuta të basketit, shpresoj të jetë në nivelit të lartë. Edhe në anë tjetër Sasha Jankovic. Njeriu I cili duhet thënë ka pas ndikim mjaft të madh në ekipin e Bashkimit dhe gjithmonë në kërkim të nivelit më të lartë të basketbollit. I kënaqur me kontributin dhe angazhimin e të gjithë lojtarëve të Bashkimit. Si do të reflektohet kjo në fund të edicion, mbetet dëshirë të nderuar shikues, shikim të këndshëm. Ganim Shabani për të hedhur topin. Grisiunas dhe Eric Copes do ta kontestojnë këtë top. Në posedimin parë shkon për vendasi. Lejson Zeqiri. Williams. Green Jr. Williams për 3. Gjuan nuk shënon. Kërcimi parë nga Benas e Grisiunas. Towns për Marcel Alejub, I cili nuk kompletohet, por Marcel arrin të pap topin në ajër, ndonë se ka shkeru vijën fundore. Altin Morina. Morina kundër Amin Hot, në pozicionin e playmakerëve, dhe të shojmë shumë duelën ndërmjet këtyre dy lojtarëve. Green Jr. në anën tjetër, një ndër lojtarët me kontribute më të lartë. Eric Copes gjithashtu lojtar kyç për ekipin e Bashkimit, varet gjithçka nga performanca e tij. Nuk shënon në këtë tentim. Marquis Towns, një lojtar tjetër, Kësarall Pejani. Apo jo Pejani, po lojtar për ekipin e Pejës, shënon pikët e para. Peja ka lënë përsi 2-0. Marquis Towns. Copes, Williams, qenë zjeto për njashtë. Green Jr. Towns me mbrojtjet e mirë. Green Jr. zjedh për Copes, I cili gjuan gjysmë distancë dhe shënon Eric Copes. Multitalentuar Eric Copes. Nuk është një qendër klasike I lëvizshëm, por mund të bëjë edhe katërshën me dorë të butë. Është I rrezikshëm edhe nga gjysmë distanca, ashtu edhe siç e bëri në sulmin e fundit. Personalja parë për Altin Morinën. Amin Hot. Grisiunas me blok. Amin Hot me pjesën e lirë. Gjuan me tabel. Nuk ka pik, por Lituanezi është aty. Edhe ky nuk arrin
Këta përfundon aksionin. Green Junior me hapa të shpejta, shkon vetë deri në fund, coast to coast, pasimi për Eric Copes, menaxher situatën nuk shënon. E çmendur kjo. Towns kap topin. Shatë para të presionit, takimi ka shumë vlerë, sidomos për vendasit. Amin Hot. 2 minuta e 10 sekonda lojë, vetëm 2 pikë. Ukaj, Gjuan nuk shënon, kap të vënd për sëri, mundësia e dytë, Eric Copes me blok, dhe topi shkon për betet në përci të pejanve. Tjetër luft në atë pjesë të lirë dhe nuk presim asgjë tjetër, po së vetë mohim maksimal. Ja, shojmë Ron Ukaj me top në sulm të kapën, donë se nuk arita konkretizon atë. Altimorina, Williams ishte shumë i avancuar, nuk arrin të ndalë vetër. Towns kundër Copes, Towns nuk ka pikë, por do të ketë 2 të lira për Marquise Towns, i cili tregohet jetë një lider në këto 2 minuta gjysmë lojë për ekipin e PS, shënoi 2 dhe tashmë mundësia e re tek viagjytëve të lira për Towns. Ky i fundit me një mesatare prej 12.5 pikë të shënuara gjatë qëndrimit e tij në pej, 1.8 kërcime dhe 4.3 asistime. Marquise Towns shënon të parën, sjell në përsi pejanë, 3-2. Ketë edhe një. Nuk gabon as të dytën. 4-2. Williams për Green Junior. Zeqiri, me tabel, nuk shënon, ishte i dyshimt, bashkëri, Marquise, vazhdon, Towns, Amin Hot, për 3, Gjuan, shënon, Amin Hot. Kësë radhe Marquise Towns në rolin e asistuesit, 4 pikë për të, një asistim. Fillim më i mbari pejanve në këto minuta hyse, Green Junior për sëri, ngjes me atë deportimin e tij, por sa i menqë atë hap vazhdues. 7-4, Amin Hot. Grisiunas kundër Copes, Grisiunas me tabel, shënon. Gjatësia Grisiunas ja mundson një lojë mjaft të vyer në anën tjetër. Dirk Williams, pikën e 6 të bashkimit. Grisiunas ndonë se bëri zgjatje maksimale, nuk arrin ato. Williams me tabel, duke shënuar pikën e 6 për bashkimin. Amin Hot, të topën jashtë. Morcel, pasimi për Grisiunas, pick and roll. Aksionin në perfekcion për pejanët, 11-6. Green Junior. Kundër Morcel. Mbrapset, kërkon organizimin e bashkëtar. Green Junior kundër Morcel, bloku nga Eric Copes, është i mjaftueshëm për ta liruar playmakerin e bashkimit, por nuk i pëlqen situata. Gjuan nga një pozitë e vështirë, nuk shënon. Ka hapë topi përsëri nga lituanezi Benas Grisiunas, kërcimi i tij i tretë. Marquise Towns për Ron Ukaj, fenomenal. Pick and roll, hera 2 aksionet të fundit për pejanët. Bashkimi nuk ka përgjigje. 13-6, e përcia më e lartë e pejanëve deri më tani. 5 minuta, 5 deri në fund të çerrekut të parë. Green Junior për Eric Copes, kjo është loja e cilën e bashkimi ka bërë gjatë pothuajse tërë sezonit. Hera parë në këtë takim, pick and roll në mjet të Green dhe Eric Copes. Marquise Towns kërkon hapësinën, korridorin, nxjerr topin jashtë për Amin Hot, i cili preket paksa nga Green. Gjuan për 2, kësaj radhe shënon Amin Hot, pika 5 të tij. Rikthehet përsia prej 7 pikësh. Dirk Williams, Leson Zeqiri. Copes me blok. Altimorina, Leson Zeqiri për daljen e Altimorinas, i cili do të luajë për 3. Morina, vetëm hekurin. Nuk ka pikë. Mundësia re për pejanët të ngrisin e përsin. Towns. Për zhvillimin dhe lëvizjen e bashkëtarëve, në ndim vjen lituanezi, nuk e shfrytëzon bllokun. Towns vazhdon me driblingun,
gjysmë distancë me tabel, është i saktë, i pandalshëm Marquis Towns. Dhe time out kërkon Sasha Jankovic. 17-8. Towns me 6 pikë të shënuara. 1 minutë pushim. Ja shohim edhe bankën e Bashkimit. Sasha Jankovic dhe asistentin e tij Petar Gjeça, i cili padyshim nuk është i kënaqur me këtë se çka është duke parë nga djelmoshat e tij. Kërkon një time out për të ndalur ritmin shumë të mirë të pajanëve, ndërkohë që nga regjia na dhurojnë pamjet më të mira të këtyre 5 minuta 18 sekonda 48 sekonda të kaluara. Dëgjomi pas pak. Valim Bunjaku, pas mi gabuar, topi treti humbur nga Bashkimi. Towns. Marquis Towns, lojtari më i mirë për moment tek Pejan. Towns gjysmë distancë, i saktë është edhe kësaj radhe. Towns me 8 pikë nga 19 sa ka shënuar tërë ekipi Pejan. Bunjaku, Lejson Zeqiri, Dirk Williams për Valon Bunjakun, faul dhe të ke 2 të vira për themikerin e Bashkimit. Afro 8 pikë në mesatare për Bunjakun në këtë edicion. Pak për shumë si 3 kërcime dhe 3.7 asistime në lojë. Bunjaku tash më ka punë me lojtarin më të mirë, apo lojtarin e momentit tek Pejanës. Marquis Towns, Da Silva, alley-oop i cili pak i mungoje për të kompletuar. Max Smith në anën tjetër, nuk shënon. Eric Copes, fluturues. Zirë të binjash për Dirk Williams, kërkoj treshja Asafa, nuk është kjo, kapit të binë Max Smith, mundësia e dytë, qëtësan lojën, Manshur, kaotike, sulmi i Bashkimit, në këtë qerek të parë, Max Smith për 3, jo, aso jo nuk hynë. Marquis Towns, kap topin, në mesin të lojtarë, Lejson Zeqiri me personalin e parë. Williams, Lejson Zeqiri, vin nga Pejanët, shfrytëzohet maksimalisht nga Bashkimi për pikën e 12. Amin Hot, presion gjatë tërë fushës, presioni i cili sjell këtë të humbur dhe posedimi për Bashkimin. Max Smith, Smith për Eric Copes. Kjo edhe nxit tifozët. Valon Bunjaku, nuk ka pikë me kontakt, por nuk mjaftoi për një faul në anën tjetër. Da Silva ngatrohet me top dhe të shohim. Kishte lojë me këmbë aty. Ja, shohim edhe një herë, pamjen, po. Faleminderit regjisë, gjithmonë. Ky do të jetë
Topi i 4 i humbur për ekipin e PES, në kohë që Bashkimi ka 2 topa të humbur. Dirk Williams. Mac Smith për Williams, Eric Combs si rëmbeje, topi nga Tulio da Silva, por topi takon ekipit të PES, topi 3 i humbur për Bashkimin. Ja shohim komunikimin e shkurt ndërmjet kryetanjerit e Pejan de Vasco Diego Valesco dhe nga Nim Shabanit. Në ja në anë tjetër Sasha Jankovic. Gjyqtarët u detyruan ta shikojnë edhe një herë atë moment kur topi kishte lëshuar fushën dhe është vërtetuar që Eric Combs ishte ai i cili ka treguar topi i fundit. Amin Hot. Tristan Ikpe për Marquise Towns. Jashtëzakonshëm, Marquise Towns nga 2 hapës duke dërguar tërë ekipin me një ëndë, hapet korridori për të i papenguar solo Deportim që sjell pikën e 21 ekipit Pejan. Dhe njerë, Marquise bënd sikur se do të dërgoj topin me një anë, vetëm se e dërgon Max Smith në anën e gabuar. Gjithë shka për i vetë, edhe nga një kënd tjetër, kjo dhe tjetër, ma e bukura nga të gjithat. Qatë merit vret, dalimi i lojës Pejan dhe Bashkimit me shumë presion, në kohë që Pejanet realisht nuk kanë presion të dukshëm, pasi që atërisht duhet fituar edhe ata, por se vazhdimi ka lojë. Marquise Towns, Ranukaj, qarkullime është i mirë, në pjesë të dyre, i rrethuar me 3 lojtar, Ukaj, Ahmeti, qënë për 3, nuk shënon, ka për topin nga Valon Bunjaku, arrin të kontrollon ata, jo. Topi duket që do t'i takoj Pejanga, po çfarë ndeshi? Shpresojmë të bëhet në këtë intensitet. Shëndet Lapi për Marquise Towns. Lapi me tabel, apo? Jo. Nim Shabani, tregon se kishte bërë hapat nëse nuk gaboj. Tashmë dhe Andi Ahmeti në të për të bërë presion dhe i Valon Bunjakut, por kësë rrada është Max Smith i cili udhëheqë organizimin e lojës. Dirk Williams për 3. Williams nuk hyn ai top, do të ishte shumë afër. Hapat, jo, pasimi është i mirë, presioni vazhdueshëm nga lojtarët e Bashkimit. E ngrisin nivelin e basketbollit përsëri. Dirk Williams bën pikë, 17-21, 9 sekonda deri në fund të çerrekut e parë. Foul. Me të drejtë nga Dirk Williams.
Është një faul që patëm për të dhënë në këtë qerek, Bashkimi. Kjo është topi vjedhur. Derek Williams pas në fakt poshtë shënua nga Derek Williams. Marquise Towns shkon vetë dhe në fund nuk papi këtë përfran që rekord i parë 17-21 të ndëruar gjykos. Pejanër të dheqin 4 pikë, por ndjeshe shumë interesante këtu në Sezai Suroj. 2 minuta pushim, ndërkohë që besoj që regjia që gjendit do t'ju dhuroj pamjet më të mira të 10 minutit të parë. Pas pak. Kontributin e Valon Bunjakut, 5 pikë të shënora këtë qerek të parë. Valoni në mesatare shënon 6 pikë në tjetër pikë të reja për pejanët Tristan Ikpe në pikë të para. Max Smith, Altin Molina. Max Smith, do gjuje për te, Smith, nuk shënon. Por, kapët të nga Altin Molina, Leson Zeqiri, pa faul. Në Shëndrit Lapi. Por Lapi në tjetë personalja e parë. Një vitare jashtëzakonisht interesant, Shëndrit Lapi. Nënë se duhet pranuar ende i mungon minutazha në lojë, por padyshim një lojtar që premton. Me 19 Marquise Towns për Lapin, përsëri faul nga Leson Zeqiri. Ndaj Tristan Ikpe. Lapi Marquise, Shëndrit Lapi, me tabel, nuk hyn, Eric Copes, jo, Valon Bunjaku dhe topi. Prek konstruksionin dhe tjetë në përci të pejande. Eric Copes do të largohet nga loja, është Samir Zekici, cili kuadrohet për atë parë në këtë takim. Dhe Valon Bunjaku lëshon vend për
Wendell Green Jr. Dhe gjysë distanca quajtja e cila nuk shkon askund. Ahmeti. Leson Zeqiri. Wendell Green Jr. Ndër andi Ahmetit. Pasimi mirë për Max Smith, i cili nuk shënon kapet obliga. Ikpe. Marquis Towns, sa i shpejt, blokohen nga Leson Zeqiri. E tash me mundësia. Topi shkon për Max Smith, në anën tjetër, ka faul. Max Smith do kemi 2 të lira për ja dhe një pasimi nga Marquis Towns ishte i gabuar, ndonë si i vëmendshëm ishte Leson Zeqiri aty. Në kjo ishte faul. Aty ishte Ikpe. Një përplasje në cila ndodhi ndërmjet Leson Zeqiri dhe nëse nuk ka bëjë andi Ahmetit dhe ja, shohim këtu është momenti dhe për këtë përplasje trajneri i Bashkimit ja ku është në bisedim të shkut me ngadnim Shabonit, Sasha Jankovic kërkon të rishikohet ai moment, po më duket që do të vazhdoj loja pa e shikuar apo ekzaminuar atë përplasje dhe vazhdojmë me 2 të lira për Max Smith. Max Smith një ndër kontribusit më të mëdha me pikët e shënuara tek Bashkimi, 10.4, 4.5 kërcime dhe 3.2 asistime. Shënon të parën, 20-23, Smith, edhe të dytën, jo letë, por sakt. Përsëri, presioni gjatë të fushës, me pressing Bashkimi, ka funksionuar deri më tani në çerek të dytë. Ikpe për Ahmetin, Ahmeti, Morsell, pas zgjidhje, mbrojtje agresive, Morsell me rolling, arrin të gjuan, nuk shënon, kapet topi nga Da Silva, dhe topi rëmbyer nga Max Smith, por bën faul. Bën faul. Da Silva. Ja, shohim edhe njëherë momenti e faulit të shkaktuar ndaj Chandës. Ahmeti për 3. Ahmeti shënon dhe end one do të ketë edhe një gjujtje të lirë. Artin Morina në kërkim të bllokut bën faul. Ja, momenti kishte përfunduar në nuk u përplasur me andi Ahmetin, i cili bën 26, 21. Saktë edhe në gjujtjen shtesë, Ahmeti 4 pikë për të dhe për ekipin për janë. Rikthehet e përsia për 6 pikësh. Max Smith. Artin Morina. Wendell Green Jr. Green. Samir Zekici, faul në shumë do tjetë kjo. E pa nevojshme. Forca duhet të jetë e kontrolluar. Shumë e theksuar kjo nga Samir Zekici. Ikpe. Pikë të reja për Pejen. 29 me 21. Plus 8. Ka faul nga Aminat. Një tjetër ndrim tek Bashkimi, largohet Artin Morina dhe rikthehen në lojë Dirk Williams.
Green Jr. Max Smith, Green Jr. Junior, do të shkoj vetë në fund me tabel, nuk është i saktë, mbrojtja është abuzive, i dy fishuar në depërtim. Ka lexuar atë qëllimin e tij. Në anën tjetër, Daryl Marcel dërgon ndeshjen në time-out kërkuar nga Sasha Jankovic. 10 pike për për Pejanët, ku ka mbetur dhe 7 minuta 3 sekonda deri në fund të çerrekut të dytë. Është koshërnuesi më efikas, jo vetëm tek Pejanët, por lider i të takimit deri më tani. Green Jr. Dirk Williams për 3, nuk shënon. Copes! Eric Copes! Kërcim në sul, shënon pik, edhe këtë një gjuajtje të lirë. Dirk Williams kërkoi treshe, bashkimi e nxorri atë, por në mënyrë paksa më ndryshe, me 2 pikë të Copes dhe tashmë nisë shënon. Gjuajtje shtes Eric Copes 24-31 Amin Hot Hot konsumon kohë 9 sekonda Marcel Da Silva Hot Amin Hot për 3 Amin Hot shënon Treshja e cila bën 8 pikë për të Amin Hot. I kthehen në përsim prej plus 10. Ando Green Jr. ngatrohet me top. Tjetën dhe prej, të shojmë edhe një herë. Është lojë me këmbë nga Amin Hot. Ja dhe të ishe Amin Hot në aksionin më pashëm të Pejanëve. Eric Copes. Green Jr. Gjysh distant Junior me tabel nuk shkon dhe kaloi 24 sekonda. Mbrojtja super e mirë nga Pejanët në këtë vizit apo këtë aksion të bashkimit. Hot. Ipke. Shëndrit Lapin, i cili luan me këmbë dhe bën faulin e tij të dytë. Ik topi nga dora.
Zeqiri shënon të parën. Zeqiri me pikën e tij të 5, një kërcim, një asistim. Për Jollë të dytën. Tristan Ikpe me kërcimin e tij të 3 në mbrojtje. Amin Hot tenton të orkestroj sulmin e radhës për Pejanët. Da Silva me rolling, mbrojtja është e mirë. Bunjaku, Da Silva gjuan, nuk shënon dhe Dirk Williams është më i shkafti të ka për atë top, nxjerr topin për Lejson Zeqirin, i cili në një momentin, por tregohet i duruar. Green ajer Ipke, nxjerr topin jashtë për Valon Bunjaku. Bunjaku heziton, Lejson Zeqiri për 3, gjuan, nuk ka pik. Amin Hot e ka pa top. Marcel. Dhe piket pranohen. Ikpe është përsëri pasimi nga Marcel për Ikpe, ngritet lart dhe në ajre takon Eric Copes. Ky fundit bën faullin e tij të dytë. të 6 me 25, 11 plus për Pejanët me mundësi për të ngritur kjo e përsi. Nuk shënon, por Shëndit Llapi e kap topin, nuk mbyllën mirë aty korridoret e në mbrojtje nga Bashkimi. 14 sekonda të reja për Pejanët. Marcel, Amin Hot për Ikpe e ka kaluar koha. Wendell Green për Dirk Williams. Lejson Zeqiri nxjerr topin. Wendell Green i shkurt. Luftë për ata përsëri është Da Silva më i lartë. Marcel do të shkojë vetë në fund dhe topi i takon Bashkimit. Marcel e të po të mundësi tjera. Regohet Green Jr. dhe është Max Smith i cili zë vendin e tij. Bunjaku. Copes nuk shkon pick and roll. Zeqiri për 3. Është i sakt. Lejson Zeqiri. Pika tij e 8 që e bën ata koshëshërnuesin më efikas. Ako që Pejanët të përgatisin Marquis Towns të inkuadrojnë në dorë. Amin Hot për 3. Amin Hot nga 9 metra. Pika ti 11. Përsëri. E përsia për 11 pikësh për Pejanët. Eric Copes ka për hapat. Përnohet me lëshimin e topit. Kjo është e tresha nga Lejson Zeqiri. Edhe Amin Hotit. Besoj që nga të gjitha këndet kjo është Amin efikas, i pambulluar aty me flet vetë besim. Amin Hot. Marcel për 3. Edhe kjo treshe hyn në telash e Bashkimi. Daryl Marcel për 28 me 42, 14 plus për Pejanët. Bunjaku. Max Smith.
Eric Kos, është jashtë zonës së tij, por e preferon në apo Marquise Towns e rëmben atë, nxjerrë me jashtë Morsell sapo shënoi atë threshe atje, por e tjetër robi humur nga pejanët. Ka shkelur vjen si duket Daryl Marcel. 2:26 dhe në 15 minuta pushim. Bunjaku, Dirk Williams, Bunjaku Gjuan, Bunjaku nuk shënon, ka për topi Marquise, dal hapin aty Morsell, në sëri Ikpe, Gjuan kundër Dirk Williams, Marquise Towns, 28-44, Williams, Dirk Williams për Lejson Zeqirin. E bukur kjo. Fiton nga duelin me Shëndrit Lapin. 30-44. 1 minutë gjysmë lojë. Pejanët, më të mirë në këto dy qereket e parë. Tregon edhe rezultate. E ky njeriu, Marquise Towns, është kyç i kësaj loje efikase të pejanëve. Edhe Amin Hot natyrisht, cili bëri 2 treshe të çmendura. Kësaj radhe nuk shënon mundësia për ta shkritur përsin bashkimi me Dirk Williams. Nuk ka kundërshtim, do të kemi aksion të gjatë, 18 sekonda. Dirk Williams, Lejson Zeqiri për një tjetër treshe. Lejson Zeqiri, 11 pikë. 33-44. Minuta fundit. Marquise Towns kundër Dirk Williams Jr. Towns në një dribling të jashtëzakonshëm. Amin Hot, topi rëmbyer nga Lejson Zeqiri. Dirk Williams shtin topi për Valon Bunjakun. Lejson Zeqiri, foul. Finish shumë i mirë i bashkimit në këtë çerek të dytë. Këtë e ndinë edhe tifozët. Time out. E më pas do të rikthehemi për 2 gjujtet e lira të Lejson Zeqirit. Pas pak. Lejson Zeqiri 5-4 nga vija gjyri të lirën në këtë takim. 13 shënon edhe të dytën. 35-44 30-27 sekonda. Në siguri që përhanë do të bëjë një aksion të gjatë për të konsumuar sa më shumë sekonda që mos lihet mundësia ekipit të bashkimit. Morsell edhe 4. Morsell vojtë mirë nga Kos. Morsell Gjuan nuk shënon dhe koptovi nga Lejson Zeqiri. Ka kohë për një shënim tjetër. Max Smith për 3.
është sa Max Smith. 38-44 që dërgon këtë takim në pushim për 15 minutash. Ja dhe njerë në formë grafike, që reku I parë dhe I dytit. Të dyti takon ekipit për janë, 17-21, 21-23. Të ndëruar shikues, mos ndryshoni kanal. Do t'jemi me juve edhe pas 15 minutave.